Zonja Malaj, ju keni qenë për vite në politikë, po ashtu edhe zëvendës ministre e arsimit. Sa e vështirë është për një grua shqiptare të mbajë një rol drejtues në politikë pa humbur anën e saj njerëzore dhe familjare? Mendoj që nuk ka shkallë vështirësie, ka shkallë botë kuptimi. Varet se si e vlerëson veten dhe varet se si ngjit shkallët për të marrë edhe pozicionet politike, po për të marrë edhe pozicionet shtetërore. Kjo ka të bëjë me formimin e njeriut, ka të bëjë me mënyrën se si edukohet, ka të bëjë që në fëmijëri me çfarë peshe specifike ka mbajtur dhe ka të bëjë me mënyrën se si qasesh problemit apo si u qasesh njerëzve. Nëse ti mendon që njerëzit janë pjesë e jetës tënde dhe i do njerëzit, atëherë nëse qasja jote është empatike, ti mund ta bësh politikën shumë mirë, pa prishur identitetin tënd, pa prishur personalitetin tënd, pa prishur atë që quhet portreti yt i një gruaje apo i një vajze dikur, apo i një zonje, duke menduar që emri është shumë i rëndësishëm dhe cikli i jetës mund të krijojë pritshmëri maksimale. Sigurisht është sfidë e madhe duke menduar që shoqëritë tona kanë një tendencë maskilizimi, po personalisht asnjëherë nuk e kam ndier veten të paragjykuar nëse jam grua apo nëse jam burr, por jam ndier e vlerësuar sa herë që kam patur mundësi për të krijuar negociata në emër të vlerave intelektuale, njerëzore, apo për të krijuar partneritete në momente të kauzave shumë të rëndësishme që lidhen me vajzat, që lidhen me djemt, që lidhen me shoqërinë, që lidhen me edukimin. Ndoshta ndryshe nga të tjerët, ka menduar që politikën të mos ta bëja si politikë të ftohtë, por ta bëja nëpërmjet politikën duke trajtuar politika sociale. Dhe besoj që kjo është edhe arma më e mirë për të realizuar pritshmëritë. Politika shpesh kërkon energji dhe kohë. Si ka ndikuar kjo në jetën tuaj si grua, po ashtu edhe si bashkëshorte? Ka pasur momente kur është dashur të zgjidhni mes karrierës dhe vetes si grua? Si keni arritur ti përballoni? Është një pyetje e cila të bën të mundësosh dhe të shikosh jetën tënde. Unë tani jam në moshën 61 vjeçare dhe në fillim për mua ka qenë prioritet familja, ndërtimi i familjes, më pas ndërtimi i familjes së re dhe rritja e djalit, pastaj formimi im akademik, i cili nuk ka rreshtur së investuari, duke u nisur dhe duke menduar që çdo mosh mund të mësoj dhe në çdo mosh ti mund të përsosesh në qasjen e dijes dhe në mënyrën se si shikon gjërat dhe se si realizon këto gjëra, dhe më pas kur kam bërë emër në fushën time të mësimdhënies dhe të edukimit dhe të pedagogjisë, atëherë po u gjenda në përballje për të marrë pjesë në hapësirat politike. Mendoj që njeriu është një qenie që është shumë i aftë të menaxhojë të gjitha situatat, nëse e ka të qartë mënyrën se si do t'i menaxhojë, nëse ka të qartë strategjinë se çfarë do ndodhi me të, dhe nëse i ngjit shkallët e karrierës hap pas hapi. Unë i kam bërë të gjitha në mënyrë paralele, unë kam jetuar me një familje ku kemi bashkëtuar dhe me prindrit e bashortit, madje kam gjetur dhe gjyshën e tij në shtëpi, dhe nuk është e vërtetë që bashkëtesa me vjerin, me vjerën, me gjyshen, me një familje të madhe, të ka vënë në detyrime. Sigurisht janë sfida dhe janë sakrifica, hera herës mund të lihet disa gjëra pa bërë për të bërë gjëra të tjera, por mendoj që kjo më ka forcuar, kjo më ka bërë më largpamse dhe më ka bërë më të ndjeshme në raport me qenien njerëzore. Kam kuptuar që shoqëritë e forta nuk krijojnë njerëz të brisht, po krijojnë njerëz të fortë që rezistojnë dhe që brenda tyre nuk e thyen asnjëherë brishtësinë. Nëse ti nuk e thyen brishtësinë tënde, nëse ti nuk e ngras njerë zërin, po me forcën e fjalës dhe veprimit ti vepron fort, atëherë ti bëhesh faktor dhe realizon pritshmëritë e ëndrave të tua dhe të objektivave të tua. Mendoj që shkolla politike dhe e gjithë karriera ime më ka mësuar për të kuptuar që eksperienca më e madhe kanë qenë sfidat që kam kaluar, kanë qenë dhe momentet jo të suksesshme, por kam kuptuar që
Nëse ti gabon, gabimi është njerëzor dhe falja është hyjnore, dhe nëse ti mbas gabimit mund të nxjerrësh vlerësim, atëherë situata bëhet shumë herë më e mirë dhe ti mund të sfidosh veten, mund të sfidosh dhe të tjerët, po pa humbur identitetin, personalitetin dhe vlerat që ti je produkt i shoqërisë, nga ku ke lindur, ku je jetuar dhe ku je rritur. Zonja Malaj, cili ka qenë mësimi më i rëndësishëm që keni dashur t'ia përcjellni edhe djalit tuaj? Mësimi më i rëndësishëm ka qenë që të mos jetë asnjëherë mosmirnjohës në jetë. Një nga gjërat që unë nuk duroj dot dhe që më kanë dhënë të ndjehem keq, ka patur momente kur kam bërë shumë për njerëzit, sepse dua qenie njerëzore, dhe ka pasur shumë herë raste që njerëzit kanë qenë mosmirnjohës. Kanë qenë mosmirnjohës se ndoshta nuk e kanë patur problemin me mua, po e kanë patur problemin me veten e tyre, janë rritur në mjedise të këqija, janë rritur në mjedise acide, nuk kanë arritur dot të ndjejnë, të bëjnë dallimin midis vetes dhe midis të tjerëve. Dhe kjo më ka vrarë dhe më ka lënduar. Dikur kam lexuar një shprehje që Perëndia, një nga gjërat që nuk të fal është pikërisht mosmirnjohja. Mosmirnjohja është akti atyre njerëzve të cilët nuk e vlerësojnë veten, nuk i vlerësojnë të tjerët dhe nuk kuptojnë vlerat reale që ka shoqëria. Dhe pikërisht Tim Byri kam thënë, kur në jetën tënde mosmirnjohës për ata njerëz që të kanë ndihmuar, për ata njerëz që të kanë shtirë dorën, për ata njerëz që kanë sakrifikuar për ty, për ata njerëz që të kanë dhënë një dorë, të kanë dhënë një krah, dhe për ata njerëz që të kanë bërë sot ky që je. Dhe njerëzit nuk janë njerëz të largët, po fillojnë që nga prindrit, familja, njerëzit e afërm, shoqëria dhe të gjithë ata që në karrierën tënde të ndihmojnë të rritesh, të ndihmojnë të maturohesh, të ndihmojnë të sfidohesh dhe të ndihmojnë të konkurohesh. Jeta është shumë e bukur në sfidat e saj, por nuk është aq i gjatë dhe pikërisht në këtë kohë të përcaktuar, ti duhet të mos ta ndash me kohë që kemi kohë që do duam, kemi kohë që do urrejmë, kemi kohë që do luftojmë, kemi kohë që do promovohemi. Ato janë të gjitha bashkë, sepse njeriu në jetën e tij, dhe kjo ka qenë dhe mësimi i dytë që kam thënë djalit, jeta është si puna atyre, ke 5 topa në dorë. Ke një top i cili është elastik dhe 4 të tjerë që janë të kristal. Topat e kristalt janë shëndeti, janë edukimi, janë miqësia, është edhe shpirti. Kurse topi elastik është puna. Në qoftë se ti i vë prioritet paran dhe nuk i vë këto të tjerët, ta do vinë një moment që nëse ti do t'i kesh në vëmendje dhe në kujdesje, ata mund të bien diku nga larg dhe të thyen, dhe nuk ka vlerë paraja nëse ti nuk ke shëndet, nëse ti nuk je edukuar, nëse ti nuk ke miq dhe shok, dhe nëse ti nuk edukon shpirtin tënd. Ndaj është shumë e rëndësishme që të gjitha elementë të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të kuptohet që sfida e jetës nuk është vetëm të punojmë dhe prioriteti është puna, po puna të vi si rezultat i realizimit të cikleve në situata të caktuara, për të kuptuar që armët e tua bëhen shumë të forta atëherë kur ti sfidon dhe je i pajisur me dije të fortë, atëherë kur ti e bën një njeri shumë i mirë dhe një qytetar i mrekullueshëm, atëherë kur ti e di se ç'është e drejta jote dhe nuk pranon të marrësh dhe të shkelësh të drejtën e tjetrit, atëherë kur ti e di që ha shëndetshëm dhe shëndetin e ruan, sidomos shëndetin mental dhe shëndetet trupor, atëherë kur ti mbush shpirtin, sepse sa më shumë takon njerëzit, aq më shumë mpreh mendjen dhe lëmon shpirtin. Si ka qenë balanca mes rolit publik edhe rritjes së tij? Të fimes apo të djalit? Të djalit. Ka qenë një balancë shumë e kujdesshme. Unë në përgjithësi nuk kam dashur, dhe po ta shikosh, pak herë e nxjerr edhe në këto rrjetet sociale, për arsye se tani ai është një personalitet, është 36 vjeç, ka karrierën e tij, ka familjen e tij, dhe unë ndoshta jam nëna më e kënaqur në botë. Dikur kur ishte e vogël i thërisin në emër dhe thonin jo Tani Norës ose djali Norës. Një herë kur ishte shumë i vogël më tha, do vi një ditë, tha mami, që unë dua tha që të mos thonë më Tani Norës, po thonë Nora e Tanit. Dhe tani unë kam parë që në momentet e caktuara
kur kam nevojë sidomos për problemet e shëndetit apo kur shkojmë për një ndihmë, më thonë, erdhi ora e tanit dhe nuk ka kënaqësi më të madhe. Jam munduar që ta kem ruajtur në ekuilibra të kujdesshëm atë dhe tani mbesëm për të qenë shumë e kujdesshme në mënyrë që emri im të mos i prishi punë, se ka një problem shumë të madh me fëmijët e njerëzve që janë publik në jetë. Njerëzit kanë pritshmëri shumë të mëdha dhe o i paragjykojnë, o i anatemojnë, ose i nënvlerësojnë. Problemi është që emri duhet heci, por duhet heci dhe personaliteti dhe identiteti i tij. Unë jam e lumtur që kam një djalë të bekuar, që është një baba i mrekullueshëm, që është një bashkëshort i përkryer, por që është edhe një djalë i bekuar. Pra, ekuilibrat e jetës i ka vendosur në mënyrë të mrekullueshme dhe shpeshherë në darkë e falenderoj Zotin për gjithçka që më ka dhënë, edhe për sfidat e jetës, edhe për vështirësitë e jetës, po mbi të gjitha për bekimet e jetës që është familja ime e vogël dhe familja ime e madhe që është një bekim shumë i madh. A ka një moment që ju si nën e kujtoni gjithmonë me shumë emocion? Momenti më jashtëzakonshëm i jetës time është momenti kur ka lindur i birë dhe unë kam thënë gjithmonë që ai është momenti ku ti prek lumturinë dhe ti kupton që e ndjen në veten tënde sikur Zoti të ka vënë dorën mbi kokë në momentin kur fëmia del nga trupi yt. Atëherë kupton që ti ke bërë kryeveprën e rasës njerëzore dhe prandaj gruaja është e madhërishme. Se sjell qenien njerëzore me gjithë vlerën e saj në partneritet me partnerin, sigurisht, dhe i krijon mundësinë kësaj qenie njerëzore që të jetë atashuar me të, pa e vënë në roje, pa e vënë në presion, por duke e mbështetur, duke e vlerësuar, duke mos e krahasuar dhe duke e bekuar në çdo kohë të jetës së tij. Sa herë që kujtoj atë emocion ose sa herë që kujtoj momentin kur ka lindur mbesa ime, kam kuptuar dy fishin e emocionit të njëjtën gjë kur lindi dhe i mbir, por në një dimension dhe më të madh, se tashmë në pozicionin e gjyshit ti je apo gjyshes, ti je shumë herë më e ndjeshme dhe në ndjeshmëritë tua ti përjeton vështirësitë e lindjes, po përjeton dhe bekimin e jetës. Nuk ka gjë më të bukur se sa kur jeta është e bekuar dhe të bekon me pasardhësit e tu të cilët janë parsuria më e madhe e qenies njerëzore. Zonja Mala, i thuhet se gjyshet janë më të buta se nënat. A është e vërtet kjo edhe në rastin tuaj? Gjyshet janë jo vetëm më të buta, po janë që ti mund të bësh çfarë duash me to, në kuptimin e mirë të fjalës, në kuptim metaforik. Sigurisht, i me mbes kur vjen ke unë thotë ke shtëpia nënës bëhet çfarë do është. Dhe në fakt duhet të ndodhi kjo për aspektin e raportit emocional që përjetojmë në rrafët e familjes. Ne e dim të gjithë, edhe ju besoj, po të gjithë të tjerët që mesi kemi pritur kur kemi qenë fëmijë të shkonim ke shtëpia e gjyshes. Shtëpia e gjyshes është shtëpia e bekuar, ku ti e mbështjell nga dashuria, ku ti mund të bësh disa gjëra që prindrit nuk t'i lejojnë, ku ti mund të hash në thonjza ca gjëra jo të shëndetshme, ku ti mund të bësh ca lojra të cilat janë shumë herë më të zhurmshme se sa në shtëpi, ku ti ndonjëherë mund të thyesh edhe ca rregulla, sepse nganjëherë rregullat janë bërë për të respektuar, por ndonjëherë është bukur dhe kur i thyen. Por gjithmonë në kujdesin e gjyshërve. Dhe natyrisht të gjitha këto tregojnë butësi, se ti si gjyshe nuk do të bësh rolin e nënës. Roli i nënës është rol fundamental, pra nëna dhe babai janë dy role që nuk krahasohen me asgjë në botë. Është tjetër gjë ti jesh prind dhe është tjetër gjë ti jesh nënë dhe baba. Nëna dhe babai janë shtyllat ku mbështeten fëmijët dhe ku marrin gjithçka që i duhet për sfidat e jetës. Kush e gjyshërit janë bekimi më i madh dhe që të gjyshërosh bukur, duhet të dish të sillesh bukur me niprit dhe me mbesat, pa i vënë ata në vështirësi, duke i mësuar dhe duke i atashuar gjëra të bukura, duke i lejuar të thonë ndonjë gjë që hera herës nuk është shumë e mirë, por që ti ja u mëson pse s'është e mirë, dhe duke i çliruar nga të gjithë emocionet negative. Nëse ti gjyshëron bukur, i jep një pasuri shumë të madhe nipit dhe mbesës, se në psikologji thuhet, fëmijët që rriten me gjyshërit
janë fëmijët më të bekuar, se nesër i përballojnë më mirë sfidat e jetës, se nuk kanë frikë, krijojnë besim dhe krijojnë siguri dhe garanci. Pra gjyshërit janë themeli i shtëpisë, por janë modeli për te prindërve, të cilët mund të japin dashuri pa kushte dhe dashuri që nuk ju bën dëm fëmijëve. Çfarë do të dëshironit më shumë të lini trashëgimi nipërve dhe mbesave? Çfarë dua t'ju lë më shumë? Dua t'ju lë më shumë kujtimet pozitive dhe ndjesinë që kur të më kujtojnë kur unë nuk do të jem në këtë botë, dhe të gjithë kemi një orë fundi, pra ose një afat skadence në bazë të viteve dhe jetës që ne jetojmë, të më sjellin në kujtime dhe kështu më risjellin si energji e mirë për të kuptuar që kur thoshte nëna ime, ashtu siç kujtoj unë gjyshen time, dhe them që gjyshja ime më thoshte këtë gjë, ose gjyshja ime më jepte këtë këshill, ose nëna ime bënte kështu, dhe dua që gjithë kohën që ndaj me mbesën time, apo me nipër, do doja shumë që nesër kur unë të mos jem të thoshnin që nëna Nora na tregonte këtë, na bënte këtë dhe na thoshte këtë, dhe të kenë nostalgji dhe mall të bukur, jo dhimbje, po mall të bukur për të kuptuar që sa bukur që kanë kaluar brezat, që ata kanë jetuar dhe kanë patur fatin të jenë rritur me një gjyshërim të mirë nga ana jonë. Në fund të ditës neve bëjmë një portret, dhe portretin tashmë të vetes tonë nuk na e bëjnë më prindrit. Dikur kishim fytyrën që na bën prindrit kur lindëm. Tani në moshën 50 vjeçe mbrapa ti bën fytyrën tënde, që do të thotë fytyrën e jetës, ato rrudha dhe gjithçka që jeta të ka vënë, do thoni ju, po tani bëhen dhe ndërhyrje dhe mund të bëhesh e re. Unë nuk dua të ndroj portretin tim, unë dua të jem kjo që jam, se më pëlqen edhe rrudha, më pëlqen edhe finja, po më pëlqen të jem e kuruar në kujdesin e kësaj gjëje për të kuptuar që në mosha të ndryshme, në cikle të ndryshme ti ke portret të ndryshëm, dhe këtë gjë dua t'i lë edhe mbesësime si kujtim i një njeriu të kujdesshëm, i një njeriu që nuk e ngrinte zërin, që ishte e fortë, që ishte si puna e zhguallit të breshkës, që kishte fortësinë e mirësisë së fjalës, po kishte butësinë e vlerës humane dhe të vlerës njerëzore. Dhe besoj që këtë e shoh nga dita në ditë, kur i me mbes vjen dhe konsultohet me mua, jo si me gjyshen vetëm, por edhe si njeri që mund të konfirmoj mendimin e saj, mund të afirmoj, ose mund edhe ta debatoj. Se mua më pëlqen debati që bëjnë nipërit me gjyshërit, se është një debat i shëndetshëm dhe i bëjmë fëmijët të ndihen think tank. Prandaj mendoj që modeli që ne krijojmë në shtëpi, unë dhe bashkëshorti, se nuk e ndaj bashkëshorti nga vetja, jemi gjithmonë të dy dhe ecim me të njëjtin hap me mbesën. Nëse mua ajo më thret nëna, bashkëshorti e thret në emër, se ashtu e kam vendosur që kur ishin të vegjël, dhe kjo i bën asaj jashtëzakonisht shumë mirë, sepse në afirmacionin e një vajze apo të një djali duhet jenë të dyja modelet, gjyqërore apo prindërore. Zonja Malaj, meqense jemi në prag të 8 marsit, çfarë këshille do t'u jepni grave të reja që përpiqen të mbajnë balancën mes familjes dhe karrierës? 8 marsi është ditë reflektimi dhe nuk është ditë feste, është ditë ku njerëzit duhet të shohin vlerat e shoqërisë. A ka arritur shoqëria atë që quhet integrim gjinor? Se natyrisht ne jemi burra dhe gra dhe si aspekt gjinor jemi të ndryshëm, por ajo që ka shumë rëndësi dhe që ka shumë vlerë është që secili nga ne duhet respektojë njëri tjetrin, jo si raport vetëm gjinor, por dhe si raport social. Më kujtohet në 2010 kur unë drejtoja Komitetin e Shanseve të Barabarta dhe për herë të parë u hartua ligji për integrimin gjinor, pra ligji ku shoqëria duhet të fuqizonte gruan, kuptoja që nuk ishte thjesht të punoje me vajzat dhe me gratë, pasi vetë në llojin e tyre gratë kanë një problem, fillojnë dhe krijojnë problematika mes vetes. Duhet të kuptojmë një gjë. Një nën që edukon një djalë, një nën që edukon një vajzë,
emancipon një shoqëri. Pra, nëse do të pranojmë dhe do të kërkojmë që shoqëria duhet të jetë emancipuar, emancipimi nuk bëhet me detyrim, po bëhet me edukimin e nënave dhe vajzave. Ndaj u them të gjitha vajzave të reja, duhet të investojnë shumë në veten e tyre, duhet të investojnë shumë në dijen e tyre, duhet të investojnë shumë në vlerën e tyre dhe të mos i shikojnë burrat si bankomat ku do të marrin përfitimet e interesave ekonomike, sepse vlera më e madhe është ajo që quhet emocioni, është vlera ose niveli emocional i jetës që ti ke ndërtuar. Në qoftë se ti e shikon partnerin tënd si objekt dhe jo si subjekt, atëherë ti në jetën tënde nuk do bësh gjë tjetër, po do prishësh dhe ato vlera që ke patur dikur. Duhet kuptojnë që vajza është qenia më e bukur, e cila është ndërtuar me shumë dashuri dhe që mbar të jetë. Prandaj ajo që unë do të sugjeroj, ajo si këshill, po si sugjerim, është ta doni veten, të investoni ke vetja juaj, të doni partnerin tuaj, sepse jam e bindur që nëse do të shikosh një vajzë, shikoj babain që ka dhe atëherë kupton se çfarë vajze është, pasi baballarët janë një mbështetje shumë e rëndësishme e vajzave, ashtu si djem një mbështetje shumë e mirë e nënave. Kur të sillni fëmijët në jetë si djalin dhe vajzën, edukojini njësoj. Edukojini dhe mësojini që ato kanë lindur si qenie njerëzore për të shërbyer vetes në radhë parë dhe pastaj të tjerëve. Mos i vendosni në roje fëmijët dhe mos pranoni të vendoseni në roje. Rregulloni marrëdhënien dhe kuptoni që nuk është vetëm jeta ose vetëm puna ose vetëm paraja prioritet, po është kënaqësia shpirtërore, është inteligjenca emocionale. Ajo që duhet ju mësoj që të bëheni të ndjeshme, ajo që duhet ju mësoj që të bëheni të kujdesshme, ajo që duhet të mësoj që të keni karizëm por të mos humbisni feminilitetin, ajo që duhet ju mësoj që të ruani një balancë midis formës dhe përmbajtjes. Ju mund të jeni shumë të bukura dhe mund të investoni shumë në pamjen e jashtme, por nëse në botën e brendshme, në zhvillimin tuaj, nuk do të arrini dot të investoni, atëherë Perëndia na ka bërë që për të fytyrës të kemi edhe gjuhën. Sapo ne hapim gojën, njerëzit nuk shohin më sa të bukura jemi, po shohin çfarë themi dhe çfarë do që të thuash lidhet me inteligjencën tënde dhe inteligjencën emocionale. Dhe mos harroni, nëse ju përpunoni mendjen, nëse ju jeni të lexuara, nëse ju kuptoni dhe krijoni, atëherë do t'ja trashëgoni këtë ADN fëmijëve, pasi shkalla e inteligjencës ke fëmijët trashëgohet nga nënat. Ndaj, nënat e suksesshme, nënat e ditura, nënat e mençura, nënat e zonja, nënat që lëvizin botën, janë ato që kur tundin ndjepin, lëvizjen dhe shtetin. Zyqa, shumë faleminderit për kohën dhe përgjigjet tuaja. Faleminderit juve dhe shumë suksese.